nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 16 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Korrik. Ngjarje 622. Muhamedi alayhis salam filloi hijrën nga Meka në Medina, e cila ditë shënon edhe vitin e ri musliman. 1790. Është ndërtuar shtëpia e bardhë, rezidenca e kryetarit amerikan. 1945. Është testuar bomba e parë atomike me 6 kg pluton në Alamogordo, New Mexico. 1979. Saddam Husseini zgjedhet kryetari i Irakut. 1998. Konstituohet Parlamenti i Republikës së Kosovës. Lindje 1606. Lindi Rembrandt, piktor holandez. 1872. Lindi Roald Amundsen, ulëntues norvegjez. 1896. Lindi Trygve Lie, politikan norvegjez. 1901. Lindi Stjepan Mihalić, letrar kroat. 1907. Lindi Barbara Stanwyck, aktore amerikane. 1941. Lindi Milso Kovac, këngëtar kroat. 1943. Lindi Reinaldo Arenas, letrar kubanez. 1956. Lindi Tony Kushner, shkrimtar amerikan. Vdekje 1557. Vdik Anne Od Kivesa, gruaja 4 e mbretit anglez Henriku VIII. 1707. Vdik Mustafa Ejubovic, shkrimtar bosnjak në gjuhën arabe. 1916. Vdik Ilija Ilić Meknikov, biolog rus. 1985. Vdik Heinrich Boll, shkrimtar gjerman, fituesi i çmimit Nobel në vitin 1972. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Mesut Özil, i cili është një futbollist i njohur turk. Mesut Özil ka lindur më 15 tetor të vitit 1988. Ai është një futbollist profesionist gjerman që luan si mesfushor sulmues për Istanbul Başakşehir. Ai njihet për aftësitë e tij teknike, vizionin, kreativitetin dhe aftësitë e kalimit. Özil e filloi karrierën e tij futbollistike në vitin 1995 dhe ka sjellë shumë trofe Arsenalit. Mesut Özil ka lindur në Gjermani nga Mustafa dhe Gulizar. Ai është djali i fundit i lindur nga 3 vëllezër e motra dhe një musliman në origjinë turke. Ai e filloi jetën e tij si fëmijë nga një sfond i varfër. Özili lindi gjatë periudhës së rënjes industriale në Gjermani, kur shkalla e papunësisë ishte e lartë, duke i detyruar prindrit e tij të punonin punë me pagesë të ulët për të mbajtur familjen. Pavarësisht këtyre sfidave, Özil ishte i vendosur për të pasur sukses. Ai e filloi karrierën e tij në klub duke luajtur për klubin e tij të qytetit të lindjes, Schalke 04. Kur ishte 19 vjeç, në vitin 2008, ai nënshkroi me Bremen, duke punuar shumë dhe duke fituar sezonin e tij të parë. Kjo e lejoi atë të luante për Real Madridin. Atje ai u renditi pari në asistimet e ligës për 3 sezone radhase dhe ndihmoi klubin të fitonte një titull La Liga. Në vitin 2013, Özil u nënshkrua me Arsenalin në një transferim prej $40 milion, duke bërë atë lojtarin më të shtrenjtë gjerman në atë kohë. Në Angli ai ndihmoi të jepte fund thatësirës 9-vjeçare të trofeut të Arsenalit dhe të fitonte 3 kupa të FA-s. Ai gjithashtu regjistroi numrin e 2 të asistimeve ndonjëherë në një sezon në Premier League. Në vitin 2021, Özil u bashkua Fenerbahçes si një transferim i lirë. Özil aktualisht mban rekordin për më shumë fitore gjermane të lojtarit të vitit. Me 5 prej tyre,
Ai ishte ofruesi më i mirë asistimit në Kupën e Botës FIFA 2010 dhe UEFA Euro 2012, ku ndihmoi ekipin e vendit të tij të arrinte në gjysmëfinale. Ozil ndihmoi Gjermaninë për të fituar Kupën e Botës në vitin 2014, por u tërhoq nga garat ndërkombëtare në vitin 2018. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth Rose Apple ose mollës së trendafilit, e cila përmban një vlera ushqyese dhe benefite për trupin ton. Pema e mollës së trendafilit mund të jetë thjesht një shkure, por në përgjithësi është një pemë që arrin 7.5 deri në 12 metra lartësi dhe ka një kuror të dendur me degë të holla. Molla e trendafilit është një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve, duke përfshirë vitaminën A, C, E dhe K, si dhe kalcium, magnez, fosfor dhe kalium. Ajo është gjithashtu e lartë në fibra dietike, të cilat mund të ndihmojnë në rregullimin e tretjes për të mbajtur sistemin e tretjes në mënyrë të rregullt. Gjithashtu besohet se molla e trendafilit ka disa vetime medicinale. Është përdorur në mjekësinë tradicionale për efektet e saj antiinflamatore, antispazmatike dhe diuretike. Besohet se gjithashtu ka veti antibakteriale, antifungale dhe antivirale, të cilat mund të ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar dhe mbrojtjen nga infeksionet e ndryshme. Molla e trendafilit mund të jetë gjithashtu e dobishme për shëndetin e zemrës. Ajo është një burim i lartë në polifenole, të cilat janë përbërës që gjenden në bimë, që kanë veti antioksiduese. Këto polifenole mund të ndihmojnë në redukimin e inflamacionit në trup dhe mbrojnë kundër stresit oksidativ, i cili mund të dëmtojë enët e gjakut dhe të çojë në sëmundje të zemrës. Molla e trendafilit mendohet se është e mirë për lëkurën tuaj. Ajo përmban një sasi të lartë të vitaminës C, e cila është një antioksidant i fuqishëm që mund të ndihmojë në reduktimin e shenjave të plakjes. Vitamina C gjithashtu ndihmon në luftimin e radikaleve të lira, të cilat janë molekula që mund të dëmtojnë qelizat e lëkurës dhe të përshpejtojnë procesin e plakjes. Vitamina C gjithashtu është e rëndësishme pasi prodhon kolagjen dhe gjithashtu ndihmon në luftimin e mikrobeve dhe sëmundjeve të ndryshme. Molla e trendafilit është një burim i mirë i fibrave dietike, të cilat mund të ndihmojnë për të mbajtur nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak. Fibrat mund të ndihmojnë në ngadalësimin e përfithjes së glukozës në gjak, gjë që mund të ndihmojë në parandalimin e rritjes së sheqerit në gjak. Kjo është e dobishme për ata me diabet, pasi mund të ndihmojë për të mbajtur nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak. Si përfundim, molla e trendafilit është një burim i shkëlqyer i vitaminave, mineraleve dhe fibrave dietike, të cilat mund të ofrojnë një sër përfitime shëndetësore. Është përdorur në mjekësinë tradicionale për efektet e saj antiinflamatore, antispazmatike dhe diuretike. Gjithashtu ajo ka veti antibakteriale, antifungale dhe antivirale, të cilat mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet të ndryshme. Gjithashtu përmban mjaft polifenole, të cilat ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit në trup dhe mbrojtjen nga stresi oksidativ. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 16 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Gjatorëve të pasdites në relievet malore e lindore priten vranësira të lehta kalimtare, përpareshjet domethënëse. Temperaturat do të mbeten të larta tipike për mesin e muajit korrik. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon një mod të nxehtë e të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Veti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 vall. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë, rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër
23 deri në 37 gradë Celsius. Kukës, 19 deri në 34 gradë. Peshkopi, 18 deri në 32 gradë. Tiranë, 24 deri në 37 gradë. Durrës, 25 deri në 34 gradë. Kavaj, 24 deri në 34 gradë. Elbasan, 23 deri në 37 gradë. Berat, 23 deri në 38 gradë. Korçë, 17 deri në 30 gradë. Vlorë, 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër, 19 deri në 32 gradë. Sarandë, 25 deri në 33 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 16 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Gjatë pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje. Temperaturat do të shënojnë në rritje të lehtë krahasuar me një ditë më para. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të nxehtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 32 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 17 deri në 31 gradë Celsius. Podujev, 16 deri në 30 gradë Celsius. Skënderaj, 17 deri në 31 gradë. Pej, 17 deri në 32 gradë. Prishtinë, 17 deri në 31 gradë. Gjakov, 18 deri në 32 gradë. Malishev, 18 deri në 32 gradë. Gjilan, 17 deri në 31 gradë. Ferizaj, 17 deri në 31 gradë. Kaçanik, 16 deri në 30 gradë. Suharek, 18 deri në 32 gradë. Prizren, 18 deri në 32 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.